Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak rikthimin e Gjestit. Pas një periudhe të gjatë në fakt, larg medjes, larg publikut, larg këngëve, larg artit, në një video ekskluzive për ndjekësit, fansat edhe të gjithë shqiptarët, Gjesti premtoi që do të rikthehet shumë shpejt. Do me thënë rikthimi i tij do të bëhet në janar të vitit 2026 me patjetër me këngë. Por detajistat nuk do të rinin pa kapur momente nga trupi i tij. Duket që Gjesti ka ardhur krejt ndryshe. Edhe pse një fjalë thot tjetër, zemra s'do, por puna e kërkon. Jam shumë i bindur që Gjesti këtë rrugtime nisën me zemër të thyer, por me një ëngjëll që lart e ndjekën. Të paktën tani ka se për kë dhe për çfarë duhet të punon dhe të lufton. Për të bërë krenar një shpirt, për të bërë të lumtur një shpirt, i cili nuk është më në mesin ton. Vllau i tij, që Gjesti kishte një afrimitet jashtëzakonisht të lartë. Unë do të shfaq një fotografi, të shikojmë disa detaje dhe ndryshime që kanë ndodhur në trupin e Gjestit. Pas një periudhe të gjatë heshtje, pas tragjedisë personale, reperi Gjesti ka rikthyer aktivitetin e tij në rrjetet sociale dhe ka tërhequr me njëherë vëmendjen e fansave. Në postimet e fundit Gjesti shihet me tatuazhe të reja, përfshirë një ku ka shkruar fjalën regaton, duke lënë të kuptohet rikthimin e tij në muzikë dhe lidhja me stilin e tij artistik. Kjo ka nxitur komente dhe reagime pozitive nga ndjekësit, të cilët e mirëpritën rikthimin e tij aktiv online. Një detaj tjetër i dukshëm është se reperi ka fshirë disa fotografi personale, përfshirë ato ku shfaqej me familjen e tij, përfshirë edhe vëllain e ndjer Eldionin. Ky veprim shihet si një mënyrë për të menaxhuar emocionet dhe për të përgatitur një kapitull të ri në jetën dhe karrierën e tij. Fansat kanë komentuar se rikthimi i Gjestit në rrjetet sociale mund të shënojë fillimin e një faze të re kreative dhe muzikore, ndërsa reperi duket i përqendruar në fakt në projekte të reja dhe në rikthimin e lidhjes së tij në fakt shpirtërisht me ndjekësit e tij. Unë teksa jam këtu me ju, dua të shoh se çfarë ndryshimi në fakt ka bërë Gjesti në Instagramin e tij që përflitet. Po, është shumë e vërtet. Gjesti ka hequr të gjithë fotografitë, sidomos një fotografi që kishte me familjen e tij, do me thënë që kishin dalur të gjithë së bashku, fotografi e bërë për festën e Bajramit, që Gjesti bëri me familjen më njëherë sa doli nga Big Brotheri. Do me thënë familja tashmë është në shtëpi, ndërsa Gjesti vazhdon rrugtimin e tij vetëm për një shpirt, për vëllaun e tij. Dua të marr mendimin tuaj, çfarë prisni në fakt që të sjell Gjesti, çfarë këngë do të jetë ajo. Mosvall do të jetë një dedikim, Mosvall do të jetë një këngë që do të përshkruaj marrëdhënien e tyre dhe atë respektin dhe dashurinë që vllau i Gjestit dhe Gjesti kishin. Ne do të takohemi me video në radhës, dua të marr mendimin tuaj.